të gjitha gratë, jo vetëm ne që jemi këtu, por të gjitha gratë ku do që ndodhen në Shqipëri, pra edhe për te i kësaj sale, sepse shumë nuk kanë mundur të vinë për shumë arsye, duhet refuzojnë që dita e tyre t'jetë vetëm 8 marsi. Çdo ditë e vitit, 365 ditë, duhet jetë dedikuar grave dhe vajzave. Dhe jo pa qëllim, fjalën time sot, unë e kam titulluar Fuqia e grave. Pse? Sepse shpesh herë, gjatë historisë grave ju thuhet se kush duhet t'jenë. Ju kërkohet të heshtin, jo t'jenë të guximshme. Shpesh u është thënë të mbështesin dhe të bëjmë punë rutinë dhe jo të jenë pra të fuqishme. Ndaj i nderuar doktor profesor, kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, neve ju falenderojmë shumë sot, jo vetëm për praninë tuaj këtu, por për gjithë mbështetjen që ju i keni dhënë grave dhe vajzave gjatë gjithë rrugtimit tuaj, jo vetëm politik, por edhe profesional. Në fakt, është vetëm falë mbështetjes tuaj që shumë prej zonjave që janë në struktura drejtuese të Partisë Demokratike, apo kur kemi qenë në qeverisje, dhe është vetëm falë mbështetjes tuaj që ne ja dolëm, që edhe me ndryshimet e kodit elektoral, ne të ruanim 30%. A jemi ne të kënaqura me vetëm 30%, kur në fakt, mbas lëvizjeve demografike, gratë përbëjnë më shumë se 50%? Sigurisht që jo. Ndaj dhe ne si Lidhje Demokratike e Gruas, do vazhdojmë të kërkojmë një përfaqësim më të lartë të grave dhe vajzave fantastike, të shkëlqyera, si në profesionin e tyre, ashtu sikur se sa po pam disa vajza që na mahnitën me kërcimin e tyre të trevave të mirditës, por do donim nga ju mbështetjen që një përfaqësim më i madh i grave të jetë jo vetëm në leadershipin e Partisë Demokratike, meqense po bëhen zgjedhje të brendshme, por një përfaqësim më e madhe e grave në zgjedhjet e ardhshme lokale, si kandidate për kryetare, ashtu edhe kandidate për në këshillat bashkiak. Në këtë sallë këtu, por dhe jashtë saj, ka potenciale të jashtëzakonshme që ende nuk janë shfrytzuar në kuptimin e mirë të fjalës ashtu siç duhet. Historia na ka dëshmuar një të vërtetë. Sa herë që gratë kanë rezistuar, sa herë që gratë janë ngritur, sa herë që gratë kanë drejtuar, sa herë që gratë kanë udhëhequr, dhe emrat janë të shumt, ato jo thjesht kanë qenë pjesë e një historie. Jo, gratë kanë ndryshuar historinë.